Problem tani do jetë pjesa se si do luhet me aleancat e vogla, që do thot vetëvendosje LDK, PDK, AAK. LDK, PDK, AAK kanë marrë nga 2 komuna që kanë marrë me njerë, më duket se kanë hyp një nga këto LDK-ja, mos gaboj ka hypur dhe një komunë pa balotazh, dhe do të shikohet fal projeksioneve që do kemë për zgjedhjet e përgjithshme se çfarë aleancash vogla do bëjnë. Në mendimin tim, në qoftë se bëhet kjo aleancë, Prishtina që ka përballjen më të madhe, sepse është zoti Rama. Në mendimin tim një urbanist, arkitekt i mirë që punoi, por që është penguar nga pushteti qendror, dhe përballë ka një individ shumë të mirë të vetëvendosjes, nga ata njerëzit e mirë të vetëvendosjes, i cili fal artikulimit pa urrëtie, kujdesit, qetësisë, zotit Hairullah Çeku, arriti që gati të jenë në nivel të barabartë, janë me përqindje që janë larg njëri tjetrit. Dhe këtu do shikohet tashme që nëse do bëj aleancë LDK-ja me vetëvendosjen, vetëvendosja t'i hapi rrugë LDK-s. Beni, a mendon se do të ketë pasoja kë rezultat për qeverinë qendrore dhe Albin Kurtin, dhe sa do ta shfrytëzojë opozita këtë rezultat në diskursin e tyre ndaj pushtetit? Po, besoj që do ketë. Zotit Kurti duhet një testim i dytë i elektoratit vet, me çfarë pash dhe në konferencën e shtypit ishte jashtëzakonisht i kënaqur të themi, pa çka se dhe aty nuk e la pa bërë një akuzë për median, për pjesën e exit pollove, por në të vërtet vetëvendosja është e kënaqur me këtë rezultat, sepse edhe mbas 2 mandateve që kanë, një që kanë për gjysmë, një që kanë të plot, konsumimit shumë të madh, problematikave shumë të ndaj që kanë sjellë Kosovës. Ju e dini, Kosova ka 300 milion të bllokuara, plus ka tani fondet e Bashkimit Evropian për zgjerimin, 6 miliard që ata kanë pjesën e tyre, i cili nuk po shkon. Dhe një element tjetër t'ju them, është llogaritur që çdo ditë vonesë në Kosovë e mos ngritjes së institucioneve kushtonte 2 milion euro. Wow! E kjo është një... Dhe sa u bë gati 6 muaj kjo punë? U bë 6 muaj. 6 muaj çdo ditë 2 milion euro, imagjino tash 32, 60, 66, 360 milion euro i ka kostu Kosovës në një kohë që gjithë kjo rëndon buxhetin. Rëndon buxhetin e buxhet. Wow. Dhe këtu ti shikon që qytetari thjesht i Kosovës tashmë, që në mendimin tim janë shumë të kujdesshëm se qytetari shqiptar për pushtetin lokal. Kjo sepse po ta shikoni me kujdes, në pushtetin lokal kosovari thjesht e mendon më shumë administratorin se sa në Shqipëri që mendojnë më shumë për administratorin politikan. Dhe për shembull kjo ndodhi që UÇK-ja fitoi dhe e dini pushtetin lokal e fitoi LDK-ja, sepse ata kishin besim ke partia e Rugovës, ke Rugova ishte i gjallë atëherë. Fitoi vetëvendosja para 4 vjetësh dhe ata me njerë kur u bë pushteti lokal, ata ja dhan votën, ja dhan partive tjera, ja dhan LDK-s edhe PDK-s, sepse i shikonin që këta kishin administrator më të mirë se sa vetëvendosja. Dhe partitë e tjera besoj që do shfrytëzojnë shumë këtë ngërç, e para për kalkulimet e tyre për zgjedhjet, me çfarë shikoj vetëvendosja do t'i bëjnë në dhjetor zgjedhjet, po nga ana tjetër edhe për të ardhmen e tyre. LDK-ja është në një bjerje, ndërsa PDK-ja është në një bjerje akoma më të madhe.